Përshëndetje të gjithëve. Sot do ndajmë së bashku turshin e burdullakut. Është një bim jashtëzakonisht e pasur me omega 3, e cila bëhet super krokante dhe e shijshme. Do t'ju tregoj gjithë hapat e kësaj turshie. Si e shikoni, burdullaku është i rritur në gjendje të egër në kopshtin tim. Nuk do asnjë shërbim, nuk ka asnjë lloj kimikati. Mjafton që toka të jetë e pasur dhe të ketë lagështi. E mbledhim burdullakun, le të jetë me kërcejnë të plot. Sigurisht që duhet të larë dhe pastruar shumë mirë, pasi është në kontakt me dheun, ndaj e lajm disa herë dhe në fund fare unë i shtoj pak uthull. E lë të pushoj me uthull për 20 minuta, më pas e shplaj me ujë të bollshëm dhe e lëm të kulloj. Ka shumë rëndësi pastrimi i burdullakut. Kërsenjët e tij duhet të jenë të trash, pasi shijon më shumë. Filloj me përgatitjen. Në një kavanoz 1 litër sheqgjysmë shtuam 2 gjethe dafine, 2 thelpinj hudhur, 1 deg majdanoz, disa kokra piperi të zi dhe më pas do e mbushim të gjithë kavanozin plot me burdullak. Do ta mbushim dhe do ta ngjeshim pak. Për t'i dhënë shije edhe më të mirë, unë do t'i shtoj edhe një spec të kuq djegës. Nuk bëhet shumë pikante, por merr atë djegjen e lezetshme. Mbushëm të 2 kavanozët. Është momenti për të përgatitur lëngun. Këtu kam men të shkallëzuara. Bëjmë gati 300 ml uthull rushi. Është kjo e imja. Shtojmë 3 lugë të gjellës me krip. Nëse në turshit e tjera shtojmë 2 lugë me krip, burdullaku do 3 lugë me krip për 1 litër ujë. Shtojmë gradualisht 1 litër me ujë të nxehtë, me qëllim që kripa të shkrijë me lehtësi. E shtojmë ujin gradualisht dhe e përziejmë. Në fund fare shtojmë 300 ml uthull të fortë, uthull rushi kam unë. Dhe lëngun e kemi gati. Nëse do na duhet lëng tjetër për të mbushur kavanozët, do përgatisim të njëjtat masa. I mbushim kavanozët plot. 2 thelpinj hudhër janë okay për këtë recetë. Nëse do i shtojmë më shumë, do ndihet shumë ajo aroma e fortë e hudhrës. 2 thelpinj japin atë shijen dhe aromën delikate. I mbushëm plot me lëng, sigurisht që unë përgatita edhe pak lëng tjetër, pasi nuk më doli aq sa kisha përgatitur. I vendosim kapakun, i ruajmë në një vend të freskët të errët. Natyrisht nëse e doni për të rojtur gjatë gjithë dimrit, mund t'i kaloni në banjomari. I lëm për 4-5 ditë. Pasi kanë kaluar 4-5 ditë, sigurisht i kam zhytur her pas here në lëng gjatë kohës që kanë qëndruar. Dhe ja ku u bë turshia jonë, vetëm 4-5 ditë ka marrë këtë ngjyrë fantastike me një shije vërtet pikante të balancuar. Unë preferoj ta shijoj në sallat me domate pomodorini, kastraves dhe pak djath, por mund ta shoqëroni si të doni. Kavanozët unë i mbuloj me vaj ulliri që të rojnë më gjatë. Dhe ja ku i kemi gati. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të lini një koment se si e përgatisni ju turshin. Dhe sigurisht të bëni subscribe në kanal për mos të humbur recetat e radhës. Faleminderit që më ndoqët dhe ju bëf të mirë nëse do e provoni këtë recetë. Me dashuri nga kuzhina ime.